Pothuaj se të gjithë, teksa udhëtojmë kemi parë në ndërtesa të vjetra të braktisura, këto mbetje të amortizuara çatish të një materiali as pak të shëndetshëm. Cimento azbesti, apo siç njihet ndryshe si Eterniti, është lënë ndërtimi e përdorur gjerësisht në Shqipëri gjatë periudhës socialiste për shkak të kostos së ulët dhe lehtësisë me të cilën vendosej. Me kalimin e kohës, u kuptua se ky material përbën një rrezik serioz për shëndetin e njeriut, gjë që solli heqjen graduale nga përdorimi. Pavarësisht këtyre masave, ende sot ka zona dhe ndërtesa ku Eterniti vazhdon të jetë në përdorim, duke shkaktuar probleme në shëndetin e atyre që jetojnë aty pranë. Kam bërë mi kushte disa herë, gjilpëra, ilaçe. Doktori fshatit vjen më thot mua që ikmi qira se s'kam ç't bëj më dhe ilaçe nuk jap më. Këtu s'është problem vetëm për ndimër, ishte problem edhe në verë. Gjithë ato vapat këtu helmohesh në era. Kjo zonë quhet Nazmie Sharka dhe së bashku me bashkëshortin e saj, Namikun, Brigati 20 vjetësh jetoi në fshatin Hyz Gjokaj të Lushnjës, në një banesë që ndodhet shumë pranë një magazine të vjetër. Çatia e së cilës është e përbërë nga Eterniti. Eterniti nuk mund të përdoret më dhe atje ku ekziston nuk duhet të jetë në afërsi me banorët. Azbesti përhapet edhe në distanca relativisht të gjata, për arsye se fibrat e azbestit janë në përmasa shumë të holla, është llogaritur gati 1200 herë më të vogla se sa tarësia e fjes flokut. Këto fibra kaq të holla depërtojnë në ajër në sasira të mëdha dhe thiten nga nëpërmjet mushkërive. Nisur nga kjo situatë, në ditën që vizituam banesën e Nazmies dhe Namikut, ne u pajisëm me maska për të evituar rrezikun e mundshëm, me të cilin fatkeqësisht përballen çdo ditë dy të moshuarit. Kam bërë shtëpi 2007 te prona ime. Këtu ndodh një magazin e rënuar që krohet komunizmit. Më parë për çfarë ka shërbyer gjatë kohës komunizmit kjo magazin? Për plerat, plera kimike. Prej 37 vjetësh ka akoma plera kimike aty. 3-4 thasi kam parë unë. Meqense magazina ka ekzistuar këtu që gjatë kohës së komunizmit, ndërkohë ju e keni ndërtuar shtëpinë në 2007. Pse vendosët që ta ndërtoni afër kësaj magazinës? Shtrull në toka ime. Dhe nuk ishte e prishur magazina. Kishte të çara, muret. Do me thënë, magazina ishte e qarë, por nuk ishte në këtë gjendje siç është sot, apo jo? Po, para 3 vitesh që gjysmë ushem, totalisht. Kjo ka rënë mes natës, erdhën e pan gjithë asi dhe se dha rrugë. Pra, magazina e cila u rënua brenda natës e nxori më në pa problemin, duke shkaktuar 2 fish rrezik për ata që jetojnë pranë saj. Nga njëra anë pluri azbestit që shpërndahet nga Eterniti amortizuar, dhe nga ana tjetër mbeturinat e pleut kimik, që pavarësisht kalimit të viteve, kanë qëndruar prezent fare pranë banesës së çiftit të moshuar. Ndaj, në këto kushte, Nazmia vendosi të ndërhyj vetë, pa marrë parasysh pasojat. Të krahat e mi kanë lek gjithë. Unë i kapa mojtën durt, mojtën komti në gjokse. Unë nuk më vjen zor ta tregoj, po unë jam bëm lak në Eterniti. Kjo që sapo dëgjuat nuk është një pasojë momentale, sepse burra grua prej vitesh kanë probleme në shëndet për shkak të pranisë së Eternitit dhe këtë e vërteton edhe ky dokument nga Qendra Shëndetësore Hyz Gjokaj, ku ndër të tjera shkruhet se infeksioni në lëkurë i zonjës Nazmie vjen për shkak të kontaktit që ka me ish magazinën që ndodhet ngjitur me shtëpinë e tyre. Unë se za shtëpia ka më shumë problem. Ky ikën ne, po unë e vuj gjithë ditën këtu. Edhe mua më infektohen këmbët vetëm në lumrat. Kam bërë mi kushte disa herë gjilpëra, ilaçe. Doktori fshatit vjen më thot mua që ikmi qira se s'kam ç't bëj më dhe ilaçe nuk jap më. Këmbët e mia ojtën, mund të qesh gjithë fshati kur dal rrugët me çorape. Se unë nuk e vesh kputucën tat. Keni qenë shtruar në spital apo jo? Po, në Satrium, në mushkëria, po edhe në frimarja. Nuk merret dot frym. Me çan këtu te mushkëria dhe majtën 8 ditë me thithën mbeterina. Fibrat e azbestit depozitohen aty në indet e buta për dekada të tëra dhe krijojnë efekte ndoshta jo të menjëhershme, por në aspektin më afatgjatë krijojnë shumë probleme, kryesisht në mushkëri dhe duke qenë aty krijojnë edhe deformime të qelizave që çojnë në sëmundje shumë të rënda dhe ndonjëherë të pashërueshme. Rasti që sillni ju është vërtet alarmant dhe është e çuditshme që ekzistojnë akoma rënoje të tilla ku vetë se gjenerojnë sëmundje asgjë tjetër pozitive nuk ka. Por përveç se problemeve me shëndetin, të moshuarit janë detyruar të mbyllin edhe serat, të vetmin aktivitet me të cilin mbajshin dhe ushqeshin. Tu ka qenë pusi që jam shumë serën. Ne kishim hall se do shiçin ato. Kush do haj? Do haj njeriu ti në unë. E mbyllim e ne hoqim serën fare, se në këto lumrat nuk do jamsin ato. Do hash ti në unë, do helmosh. E hoqim serën e mbyllim në gropën. Tani unë kam bërë gjetë investime, ka vënë gjatë 5 milion lekë shtëpia. Kjo mund të hiqet shumë kollaj, nëse të largohem nga shtëpia, në prona. Ku të shkoj me qira
ku çat punojmë. E ne po ta heqë unë. Nuk kam ku të çaj se do ta heqë bashkia, do groposi ku të jetë vendi. Sa e vështirë është për një bashki të ndërhyjë për të hequr sa më parë rrezikun për shëndetin e qytetarëve të saj? Kuptohet për të shkresave dhe burokracive që krijojnë një rreth vicioz pa rrugdalje. Më datë 6 janar 2025, pas shumë ankesash nga ana e zotit Namik Sharka, Bashkia e Lushnjës thot se ka bërë verifikime në bashkëpunim me njësinë Hyzgjokaj dhe u konstatua se objekti ish magazinës së pesticideve ishte i rënuar dhe në rënoja kishte materiale Eterniti që kishte shërbyer si mbulesë sipër me objektit. Në këto kushte, Bashkia ka kërkuar Agjencisë Rajonale të Mjedisit Fier që të trajtojë rastin. Por këtu na shfaqet një problem. Ideja është se shkresa e nisur nga Bashkia Lushnjë për Agjencinë Rajonale të Mjedisit Fier nuk është pjesë e kompetencave tona. Agjencia e Mjedisit inspekton vetëm subjektet të pajisura me leje mjedisore. Dhe në këtë rast ne nuk kemi një subjekt pajisur me leje mjedisore. Është nisë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për trajtim. Pa Agjencia Kombëtare mund ta trajtojë si rast? Nuk e trajton si rast, por Agjencia Kombëtare ka sektor asgjësimi. Është pikërisht ajo që po kërkojmë edhe ne. Asgjësimin e materialeve të rrezikshme pranë banesës së Namikut. E kam nisur atyre që të kthej përgjigjesa më eksakte Bashkisë Lushnjë ku të shpjegojnë pjesën e procedurës. Bashkia duhet të marrë masa për bërjen e asgjësimit të saj. Nëse ka një gjë për të cilën institucionet tona duhen vlerësuar, është zelli me të cilin shkëmbejnë shkresa me njëri tjetrin, por çdo që zgjidhja e problemit humbet gjithmonë rrugës, mes vulave dhe firmave. Megjithatë, besim plot, le të rikthehemi edhe një herë tek Bashkia e Lushnjës. Atje ku na pret specialistja e mjedisit të këtij institucioni, Irena Sinani, e cila e ka ndjekur nga afër situatën e familjes Sharka. Zonja apo zotëria thonë që aty ka mbetje kimikate. Ajo magazina është e shkatruar, është e prishur. Aty ne dhe kemi thënë që nga ana vizuale, me aq sa ne mund të shikonim, ne nuk pam thas me kimikate. Çatia që ishte komplet e shkatruar, që ishte përbërë me Eternite, besoj atë Patjetër që ja kemi thënë. Çfarë kemi? Prandaj dhe për një konsultim apo për një mendim më profesional, Bashkia është drejtuar ARM-s. Si jeni drejtuar ARM-s duke i ditur që ARM-ja trajton vetëm rastet që kanë leje mjedisore? Ne jemi drejtuar për konsulencë, që të na ndihmojë për zgjidhjen e rastit, duke qenë se kemi ngesur në një ngorç që nuk po gjejmë e kujt është prona. Edhe ky një problem më vete në fakt. Ndërtesa e rënuar me sa duket nuk i përket Bashkisë Lushnjë. Çfarë krijon një ngorç institucional që e pengon këtë të fundit të ndërhyjë? Kemi ndërtuar dhe Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe kemi kërkuar në pronësinë kujdes dhe nga ardhur pronësi shtet. Në zyrën e aseteve kemi pyetur tek regjistri i aseteve dhe nuk është pronë e Bashkisë, nuk figuron, më thon. Edhe çfarë ndodh këtyre raste? Çfarë bën në këtë raste? Të gjendet ku është prona, sepse nëse është pronë private nuk mund të shkojmë dhe të hyjmë në një pronë private dhe të heqim mbetje, sepse mund të na padisi nesër tjetri. Kjo pronë me shumë të lutur. Unë tani, po shtet, po nuk është e jona. Shtet mund të jetë edhe një ministrie. Juve si ekspert e mjedisja, mund të ma shpjegoni në këtë rast çfarë procedure ndiqet, si duhet bërë asgjësimi? Procedura që ndiqet për asgjësimin, nëse mbetjet janë të rrezikshme, shkojnë drejt firmave që merren me asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme. Në teori, ekspertja e mjedisit tregohet tepër e saktë dhe e kujdesshme, duke argumentuar çdo detaj të këtij problemi. Por Nazmia dhe Namiku kërkojnë një ndërhyrje urgjente, sepse në të kundërt do të mbeten pavioneve të sanatoriumit për shkak të mushkrive cop nga Eterniti. A do të gjejë një zgjidhje të shpejtë Bashkia e Lushnjë? Për këtë, ne nuk do të presim as pak, por do ta kërkojmë me urgjencë. E derisa të zgjidhet, do të jemi çdo javë aty pranë magazinës së kontaminuar, me mask sigurisht. Çështja e procedurave, kompetencave që kanë institucionet para një fakti që rrezikon shëndetin e njeriut është nonsens. Në kuptimin edhe nëse nuk është kompetencë e bashkisë, bashkia duhet të angazhohet që organi kompetent të veprojë në kohën e dur dhe të kujdeset për shëndetin atyre banorëve që jetojnë aty.